Në ambientet e shkollës 9-vjeçare Spille, për herë të parë u organizua promovimi i librit dhe ekspozita kushtuar Vullnet Dedeit, futbollistit, trajnerit dhe mësuesit që la gjumë të pashlyeshme në sportin dhe edukimin shqiptar. Në këtë aktivitet morën pjesë drejtues të shkollës, mësues, nxënës shkrimtar e gazetar, ndërta Fatmire Fica, Ramazan Hushi, Alime Hoxha, Dorina Tafa dhe Gretilda Ballabani. Në ateljen e tij Ariel Dedei ideoi dhe realizoi ekspozitën për vjetorin 20 të indarjes nga jeta e Vullnet Dedei, me mbi 100 fotografi, piktura dhe punime grafike që rrëfejnë jetën dhe karrierën e tij. Ky projekt mori mbështetjen e Bashkisë Kavaj dhe Drejtorisë së Kulturës dhe Sporteve. Arieli tha për Drita Televizion se me këtë punë dua të sjell figurën e babait tim për publikun, jo vetëm si futbollist, por edhe si një kryefamiljar i devotshëm, edukator dhe qytetar model. Ky projekt është një mënyrë për t'u transmetuar brezave të rinj vlerat e tij sportive dhe qytetare. Ne do të kishim përfunduar me rastin e 100 vjetorit të Besës, ne do të kishim projektin të përfunduar, pra do të ishin të treja botimet në ditën e sotme, por faktikisht për arsye teknike, objektive, subjektive të gjitha bashkë, kemi nxjerrë vetëm botimin e parë të këtij projekti. Jemi në proces edhe në 2 botimet e tjera. Një jetë dedikuar futbollit, ku do të jetë një libër që pasqyron komplet karrierën futbollistike të Vullnet Dedeit në procesin e të shkruarit, por edhe historinë e Vullnet Dedeit nga familja e tij, pra kush është origjina e tij, familja e tij, si u rrit, si shkoi tek Besa, ndërsa libri tjetër është një libër gjurmë në kohë. Libri gjurmë në kohë është një libër faktikisht që është si një manual i një jete të dedikuar futbollit, sepse flitet vetëm për fotografi, që nga familjarët, rritja e Vullnet Dedeit, kalimi tek ekipi i parë i Besës, tek luftëtari i Gjirokastrës dhe tek lokomotiva e Durrësit, që sot quhet Teuta. Për realizimin e ekspozitës mora shkas nga një fëmijë i rritur pa baba në moshën e adoleshencës, ku realisht shumë të rinj ka nevojë për prindin, babain, edhe mungesa e Vullnet Dedeit tek unë kalon një boshlik ose një hendek shumë të madh, të cilën jam munduar, pavarësisht se jetën nuk e kemi në dorë, po ne kemi mundësinë t'i kujtojmë njerëzit, sepse njerëzit faktikisht vdesin atëherë kur ne i harrojmë, por ekspozita dhe botimi i librit, le të themi, sikur na sjell një lloj pranie të Vullnet Dedeit në ambientin familjar, në ambientin shoqëror dhe në ambientin sportiv.